Analisti Halil Geci ka shkruar për zhvillimet e fundit në lidhjen demokratike të Kosovës. Përmes një shkrimi në Facebook, ai shkruan për tradhtim ndaj orientimit e rrugëvizmit, shkatërimit e LDK-s dhe marrjes së kalas nga brenda. Për më shumë se një dekadë, kritikat dhe shkrimet e mia kanë qenë të pandalshme, me një qëllim të vetëm: ta mbrojmë lidhjen demokratike të Kosovës dhe trashëgimin e lënë nga Ibrahim Rugova, njeriu që e bëri Kosovën shtet, por për fat të keq këto thirrje ra në vesh të shurdër, shkruan Geci. LDK-ja nuk ishte thjesht një parti politike, por një lëvizje e ngritur mbi sakrificën dhe vizionin e intelektualëve, akademikëve dhe patriotëve të kohës së okupimit. Ata u bashkuan pa interesa personale, duke rrezikuar jetat e familjet e tyre me një ideal të qartë: ta shpëtonin popullin nga hegemonizmi serbo-fashist, që synonte të zhdukte kosovarët nga trojet e tyre Iliro Dardane. Shumë prej këtyre figurave që ndërtuan LDK-n u eliminuan në mënyra të ndryshme. Disa u shuan natyrshëm, disa të tjerë u vranë me pluma nga forcat serbe, por edhe nga shqipfolës të rekrutuar nga shërbimet sekrete armike, si AI dhe GS franceze në bashkëpunim me UDB-n serbe. Urdhër dhënësit janë të njëjtët individ që sot po dyshohen dhe jetohen në Hag, shkruan Geci. Tutja i tradhtin e vullosur e shet e Isa Mustafa dhe më vonë të figurat si Lumir Abdigjiku dhe Abdullah Hoti. Ndër ata që u ndoqën nga të dyja anët ishin Femia Gani, Ibrahim Rugova, vëllezërit Geci dhe shumë të tjerë. Disa ranë viktime forcave serbe, ndërsa të tjerë u ekzekutuan nga mercenarë shqipfolës të drejtuar nga shërbimet sekrete të lidhura me pushtuesit slav. Në këtë kuadër, atentati ndaj presidentit historik Rugova nuk ishte rastësi, por një përpjekje e qëllishme për të shkatruar LDK-n dhe vizionin e tij për një Kosovë të lirë e demokratike. Para aq kohë sa Ibrahim Rugova ishte në krye të LDK-s, askush nuk arriti ta gjunjëzojë këtë parti. Përpjekjet për ta marrë atë nga brenda dështuan, sepse ai ishte një lider i pathyeshëm. Megjithatë, pas ndarjes së Rugovës nga jeta, strukturat mafioze dhe shërbëtorët e agjendave të huaja arritën të infiltronin njerëz të tyre brenda partisë dhe në fund ja dolën ta marrin LDK-n nga brenda. Tradhtia u vulos me ardhjen në krye të LDK-s të spionit dhe bashkëpunëtorit të Rahman Morinës, Isa Mustafës, si dhe rrethit të tij brenda partisë, që u pritën me krah hapur nga Lutfi Aziri, Agim Veliu, Haki Rugova dhe zuzarët rreth tyre. Ai ishte instrumenti kryesor i shkatërimit të partisë, shkruan post të tjerash Geci. Faji për këtë tradhti që ndihmua nisën ta merrte drejtimin e partisë ishte i njëjtëve që më vonë sollën në krye të LDK-s figura si Lumir Abdigjiku dhe Abdullah Hoti. Sot LDK-ja nuk është më ajo që ishte dikur. Trashëgimia e Ibrahim Rugovës është dëmtuar, ndërsa ideali i saj është shkelur nga ata që në vend që ta ruanin e tradhtuan për interesa personale. Edhe sot ka të tillë që për përfitime personale gënjejnë dhe shajnë të tjerët vetëm për t'i hyrë në adër LDK-s. Kjo është historia dhimbshme e shkatërimit të një partie që dikur ishte shpresa e Kosovës, shkruan në fund Geci.